Selamu alejkum, elhamdulillah kemi disa xhamia që falen si pas sunetit. Mirë po është arsye se këto s'janë xhamati jon, i kujt inshallah. Dhe vallahi sunetit shkon fal taravih te xhamia që falen shpejt. Dhe që i fal 8 rekat nuk e shton as një rekat më shumë. Ki bërzaka, ma i shpejt se ato. Del pi xhamiës, i mrami i pari del. Pra nuk ban fali 2 rekat si duhet. Se Allahu Azza wa Jall nuk ka nevoj për me bon fiskaltur, për Allahu Azza wa Jall ka thonë me bon ibadet. Për këtë arsye, nuk arsjetohen ata që e kanë ndarë sunetin me një kohë. Edhe bajshin probleme me o gjallar pëse s'po falen si pas sunetit, e pastaj kur krijohen kushtet e sunetit, nuk i gjejmë ata në safin e parë, po bile edhe në xhami zori kije me gjetë. Kjo është gënjim, Allahu na rujt. Kjo është gënjim, runa Zot. Për këtë arsye, muji devotshmërisë është muji që Allahu me gjetë ati ku t'ka porosit dhe mos me gjetë ati kur s'ka qef Allahu me t'po. Allahu, 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 Allah, Allah.